E pra të dashur ndjekës, ja ku po ritakohemi për të komentuar tre hyrjet e reja. Ilir Vranjovci, një personazh i njohur shumë në TikTok, domethënë njihet për plasjen e tij emocionale, domethënë nuk është se duron dot. Lore, dhe këtë e kemi komentuar që është pjesë e këtij kasti, domethënë një vajzë e re me një botë artistike. Nuk ma merr mendja që do të bën namin brenda kësaj shtëpie dhe Seno që është një shkodran që në fakt Ledioni e potencoi që do të krahasohet me Luizelin, por unë dua të them që Luizi nuk është se ka zëvendësim, nga që e njihte bukur fort lojën, por do të shohim se si do të shkojnë, domethënë është një treshe interesante. Mu duk Iliri shumë brenda në lojë, në fakt edhe Seno mu duk brenda në lojë, ndërsa Lore pak e qetë. Domethënë dinamika ka nisur që në start, është një gjashtë fantastike, nuk e di se si do të shkoj puna me Mirin, po dua të marr mendimin tuaj.